Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar se cilin lloj të sjelljes së keqe ndaj prindërve. Ka thënë imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma, do të thonë nëse e arrin pleqërinë njëri prej tyre ose të dy, ata arrin pleqërinë te ti, fala taqul lahumā uffin. Do të thonë mos i thuaj atyre as uf. Wala tanharhuma, edhe mos i qorto, do të thonë mos bën ndonjë sjellje. Kam thonë këtu Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ndaluar këto dy çështje që janë me fjalë dhe me vepër. Do të thonë fjala uf, fjala më e lehtë është që Allahu e ka ndaluar ti thuhet prindit. Do të thonë që është fjalë paknatësie. Fjala më e lehtë për fjalëve të paknatësisë. Edhe wala tanharhuma është për qëllim, do të thonë mos bën grimasa të fytyrës për treguar paknatësi ndaj tyre. Do thotë edhe mrolja ose ndonjë lëvizje e fytyrës për shkak të urdhrit të tyre ose kërkesës së tyre ose nëse të ndalojnë diçka. Do të thonë e ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala fjalën më të vogël dhe veprën më të vogël, që është që i shqetëson ose tregon paknatësi ndaj prindërve. Dhe ka thënë wa qul lahumā qawlan karima, dhe thuju atyre fjalë fisnike, fjalë do të thonë të mira, të ndershme. Wakhfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-rahma, edhe tregohu modest, do të thonë ulu i përulshëm edhe modest para tyre nga mëshira për ta. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, dhe thuaj o Zoti im, mëshiroj ata siç janë kujdesur për mua kur kam qenë i vogël. Do të thonë këto të gjitha janë urdhra për të qenë me mirësjellje ndaj prindërve, edhe me të gjitha format, do të thonë sjellje të mirë, me veprime, me buzëqeshje, do të thonë me lëvizjet e fytyrës gjithashtu, që të jetë mirësjellje ndaj prindërve dhe respekt, mëshirë, edhe me fjalë, do të thonë qul lahumā qawlan karima, pra thuju fjalë të mira, të ndershme, të bukura, që i kënaqin ata, dhe gjithashtu edhe kur nuk janë prezent, edhe nëse janë gjallë, nuk janë prezent, pra na ka urdhëruar Allahu që të lutemi për ta me mëshirë, edhe pasi të vdesin, gjithashtu. Wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, do të thonë thuaj o Zoti im, mëshiroj ata siç janë kujdesur ata për mua kur kam qenë i vogël.